Tregjet globale janë tronditur nga një tjetër zhvillim i madh në krizën mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm pas njoftimit për bllokadën detare të porteve iraniane në ngushticën e Hormuzit. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, Marina Amerikane do të nisë kontrollin e trafikut detar drejt dhe nga portet iraniane, një veprim që synon të kufizojë eksportet e naftës së Teheranit. Reagimi i tregut ishte i menjëhershëm. Nafta Brent, referenca globale, u rrit me rreth 7%, duke arritur pra $102 për fuqi. Ndërsa, nafta amerikane WTI ka përceu $103, duke shënuar një rritje të fortë krahasuar me nivelet para konfliktit. Ekspertët paralajmërojnë se kjo lëvizje mund të përshkallëzojë më tej tensionet. Ekonomistët theksojnë se ekziston rreziku i incidenteve të reja, veçanërisht nëse anijet e vendeve të tjera përfshihen në përplasje me forcat amerikane. Bllokada synon të godasë një nga burimet kryesore të të ardhurave të Iranit. Sipas të dhënave, eksportet e naftës përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë së vendit me miliarda dollar në vit. Nga ana tjetër, Irani ka paralajmëruar se do të kundërpërgjigjet në çdo veprim ushtarak në rajon, duke rritur më tej pasigurinë në një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Ndikimi është ndjerë edhe në tregjet financiare. Indekset kryesorë në SBA dhe Europë kanë sinjalizuar rënje, ndërsa investitorët janë bërë më të kujdesshëm për shkak të pasigurisë globale. Në Azi, shumica e tregjeve u mbyllën në rënje, duke reflektuar shqetësimet për furnizimin me energji dhe stabilitetin ekonomik. Megjithatë, një përjashtim interesant ishte Hungaria, ku tregu aksionar u rrit pas zhvillimeve politike, duke reflektuar ndryshime të rëndësishme në skenën e brendshme. Ndërsa tensionet vazhdojnë, analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm në ngushticën e Hormuzit mund të ketë pasoja të gjëra për ekonominë globale, duke ndikuar drejt për drejt në çmimet e energjisë dhe jetën e përditshme të qytetarëve në mbar botën.